Simon, të përshëndes, një ngjarje e rëndë, së pari le të ndalim pak tek shëndeti i 61 vjeçari, si paraqitet? Atëherë, 61 vjeçarja banuese në mjet, ndodhet në Spitalin Rajonal të Shkodrës, jashtë rrezikut për jetën. Ajo si shkak edhe i dëmtimeve që ka pasur me pjesë të me pjesë të xhamit, është prerë në krah dhe në qafë nga ana e bashortit, pasi është qelluar 2 herë me armë zjarri çifte me armë të gjahut për shkaqe të xhelozisë brenda familjes, pra nga bashorti i saj Xhabir Hoxhaj, nga fshati Mjet, 68 vjeçari, është marrë nga fqinjet për të transportuar në Spitalin Rajonal të Shkodrës dhe në këto momente policia e Shkodrës është vënë në dieni se një 61 vjeçare për shkak të një konflikti brenda familjes është dëmtuar me mjet prerës. Menjëherë policia ka shkuar në vendngjarje dhe ka bërë të mundur arrestimin e 68 vjeçarit Xhabir Hoxha, i cili, siç duket, për shkaqe xhelozie ka nisur konfliktin me bashortën e tij me qëllim vrasjen e saj, ndërkohë që 68 vjeçari tashmë akuzohet për vrasje mbetur në tentativë për probleme të ndryshme familjare. Mirë, Simon, faleminderit për këtë raportim.